Profesionistë të sigurisë kibernetike nga institucione publike dhe private të rajonit të Ballkanit dhe më gjerë janë mbledhur në Shkodër në konferencën Ditët e Sigurisë Kibernetike në Ballkan 2026 për të shkëmbyer pikpamjet mbi kërcënimet aktuale, zhvillimin e politikave dhe forcimin e bashkëpunimit rajonal në këtë fushë. Kreu i Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike në Shqipëri theksoi se sulmet janë bërë gjithnjë dhe më intensive, komplekse dhe të vazhdueshme. Shqipëria, siç tha ai, po përballet çdo 3 minuta me një sulm kibernetik. Shqipëria vazhdon të përballet me sulme shumë të rënda të sigurisë kibernetike. Shembulli i fundit që patëm ishte sulmi kibernetik, me të cilin u përballëm në Parlamentin e Shqipërisë. Më duhet të theksoj se në Shqipëri regjistrohet një tentativë për sulm kibernetik, afërsisht një herë në çdo 3 minuta. Kjo e bën akoma më komplekse dhe më të vështirë luftën ndaj tyre. I pranishëm në këtë konferencë ishte dhe ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Shqipëri Nicolas Ebot, i cili ndërsa vlerësoi progresin e bërë nga Shqipëria, theksoi rëndësinë e komunikimit dhe koordinimit mes vendeve të rajonit për të forcuar sigurinë kibernetike. Duhet të vlerësoj dhe lëvdoj atë që Shqipëria ka bërë gjatë viteve të fundit, që është të bëj progres real në planifikimin strategjik, efektiv dhe reagimin ndaj incidenteve. Bashkëpunimi ndërqeveritar që ekziston është një shumëfishues force dhe bën një ndryshim real. Ne sigurisht besojmë se Ballkani Perëndimor është një zonë me rëndësi të veçantë. Konferenca organizuar në kuadër të programit rajonal për qeverisje të mirë të sigurisë kibernetike në Ballkanin Perëndimor, i financuar nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar.